Në vigjilje të Krishtlindjeve, por edhe vitit të ri 2026, qytetarët e Vlorës duket se nuk po e ndjejnë atmosferën festive. Në opinionet të dhëna për televizionin 6+1 Vlora, ata shprehen të shqetësuar në lidhje me situatën ekonomike, por edhe me problematikat sociale të cilat kanë, apo edhe me problemet shëndetësore të familjarëve të tyre. Të gjitha këto problematika bashk bëjnë që atmosfera të zbehet, e megjithëse të gjithë e presin me padurim ikje në vitin 2025, për të tjera perspektiva në vitin 2026. Gjithsesi, qytetarët ndajnë mendime dhe qëndrime të ndryshme, por në këndvështrimin e tyre, atmosfera nuk ndihet siç duhet. Pa lek s'ka gjë. Nuk e ndjeni fare. Me pension të mëdha jemi. Nuk ndihet as. Nuk ndihet fare asgjë. Ndihet shumë. Shumë edhe gjithë njerëzimi e të gjitha plot mbushur nga të gjitha, po xhepi nuk të ka shumë. Po ndihet. Ku e ndjeni më shumë? Ndjem se në çdo familje vjen emigrant. Edhe po tjerat. Po qyteti duket gjallëri apo? Jo gjallëria brenda është mirë, por anekset jo, brenda është mirë. Si ndihet? Ndihet. Ç'kemi ndonjë? Mirë keni qenë. Mirë, po ku e ndjeni më shumë atmosferën? Çfarë? Në shtëpi time me këtë zonjë këtu. Në shtëpi vetë. Po në qytet? Po qytet një lloj. Ç'kemi ndonjë? Lëvizje ka gjallëri. Si gjithmonë, do njëti semra kështu ka qenë. Unë kam gruan të sëmure dhe se kam ngenë fare për ato punë. Të faleminderit. Problemet sociale dhe ekonomike ndikojnë mjaft tek qytetarët në perceptimin e një atmosfere që është duke ardhur sa i përket festave të fundvitit. Qytetarët thonë se problematikat e ndryshme që janë shëndetësore apo edhe ekonomike e sociale bëjnë që të mos përjetohen siç duhet festat e fundvitit, edhe pse të gjithë duam një atmosferë të gëzueshme në tryezën e natës së ndrimit të viteve, por edhe me perspektiva të tjera të reja në vitin që vjen 2026.